Ekspedita trejavore italo-shqiptare ka përfunduar studimin, dokumentimin dhe restaurimin e pjesës jugore të amfiteatrit të Durrësit. Gërmimet e kryera gjatë viteve të shkuara kanë nxjerrë në pa faza të rëndësishme post-antike të amfiteatrit dhe të strukturave të monumentit të rëndësishëm romak. Siamo arrivati alla conclusione delle 3 campagne. Jemi në fund të ekspeditës italo-shqiptare. Këtë herë jemi fokusuar në gërmimet, por edhe në ndërhyrjet e restaurimit, të pastrimit dhe mbi të gjitha për dokumentacionin. Këtu ekspedita po punon për dokumentimin e të gjitha zbulimeve të bëra që nga viti 2004, ku është gjetur kjo dëshmi e rëndësishme e jetës së këtij qyteti. Grupe arkeologësh dhe arkitektësh italian dhe shqiptar për gjatë 3 javëve kanë ndërhyrë gjithashtu në restaurimin e muraturave të zbuluara dhe në sistemimin e sipërfaqeve.